Disa të rinj nga Kosova, ko më parë kanë marrë pjesë në samitin botror të paqes dhe tani po synojnë që përmes nënshkrimeve të dërgojnë mesazhe paqeje në Kombet e Bashkuara. Një samit i paqes, i cili është organizuar në Seul me datën 14 deri me 21 shtator. Qëllimi i këtij samiti është mbledhja e një apeli të nënshkrimeve prej liderë të ndryshëm, siç i ka marrë dhe lider politik, lider religjioz dhe lider tri, domethënë të përfaqësues rinor. Qëllimi i kësaj është që pas nënshkrimit të kësaj apelit kemi dërguar në Kombet e Bashkuara, ku do të kërkojmë përmes këtij apelit nënshkruar që të bëhet një ligj, një konvent që mos më pas më lufta në botë. Në ligjëratën që u mbajt sot në Kolegjin Universum në Gjakov nga grupi ndërkombëtar i paqes për të rinj, u tha se synimi është të antarësohen sa më shumë të rinj. Ju si të rinj që jeni, duhet ta dini që paqja është shumë e rëndësishme në botë. Prandaj synimi ynë është që të ngrisim kapacitetet dhe të kyçim sa më shumë të rinj në këtë program. 85 shtete të botës tashmë janë antar të paqes dhe mbi 355 grupe të rinj kanë nënshkruar apelin e paqes. Në këtë ligjërat, studentët e Universumit patën rastin të mësojnë nga afër për apelin e paqes dhe ta nënshkruajnë atë.